Të dashur qytetarë dhe qytetare, zonja dhe zotëri deputet, zonja drejtuese e seancës. Nuk ka akt më absurd se kjo që propozoni sot në parlament. Nuk ka akt më cinik ndaj 30-40% shqiptarëve që jetojnë me çurkun e djersës së ballit. Nuk ka qëllim më cinik ndaj tyre, më të pashpirt. Vini këtu pasi keni hequr subvencionin për naftën fermerëve në kulmin e krizës për naftën. Njëri normal në botë që mund të imagjinojë një vendim të tillë nuk ka, përveç atij që tani e ka kap të merri nga tërmeti, të merri nga ky tjetri, të merri nga ai, të merri nga ky, të merri nga vetja e tij, që s'vjen parlament fare, ka frikë dhe ty të ka frikë tani. Po, që është i tmerruar dhe që s'di ç'bën. Pra, vini këtu, po që ka këtë turpshëm. Po uli maksisën kur të kaloj mbi 220. Fshatarve më të varfër të Europës. Kjo është politikë shpopullimi. Shpopullimi. Është politikë Çubriloviçi. Është politikë anti-shqiptare. Fermeri Maqedonisë e merr me 1000 lek naftën, me 100 lek naftën. Qytetari me 150 lek. Si e shpjegoni ju këtë? Ky hajduti i Shqipërisë me taksën më të lartë në botë mbi litrin e naftës i detyron shqiptarët të blejnë atë me 2.2 euro. A do një që u lexojmë? Një prisit në zjeri tabel këtu. E pastaj tek telefoni. Në Gjermani, dje nafta në pomp ishte 2 euro. Në Shqipëri, nafta në pomp 2.2 euro. Pardje, më fali, pardje. Rroga në Gjermani 6 herë më lartë se në Shqipëri, 8 herë më lartë. Pra, këto e në akte cinike, po a e dini u sa u merri qytetarëve në TVSH-n e naftës me 220 lek litri? A e dini apo jo? Vjetra milion euro inkasoni për rritjen e... Rriti, mos u përzgjej, se ma mirë mos flisit pakten. Gjersa a ju braktiseni, gjersa a nuk guxon të vi këtu, s'keni pse mbroni ju atë morë. Po ju lutem mos ndërhyni. Nuk keni pse mbroni ju atë. Nuk guxon. Refuzon çdo interpelancë. Tani, zonja drejtuese e seancës, absurdi më i madh është diskutimi këtyre problemeve dhe injorimi i raportit të Komisionit jashtëm Parlamentit Evropian. Lexojeni mirë atë raport dhe del se cili nga ju të kuptoj se me atë vot krimi që ka dhënë për Ballukun i ka fut një thik pa shpine procesit të integrimit evropian të shqiptarëve. Lexojeni. Mediat informojnë se janë bërë mbi 300 ndërhyrje në komision. Lexojeni se fillon dhe mbaron
absolutisht, sikur ta kishte shkruar opozita në kuptimin e denoncimeve të saj, të vërtetave të saj për vite të tëra, po kjo s'ka ndodhur, nuk është produkt i opozitës. Ai është produkt i atij misioni fakt mbledh që erdhi këtu, i përbër nga socialist, siç e dini vetë, popullor, konservator, liberal, komunist, fare të majt. Të gjithë kanë votuar 1000, rjesht për rjesht e germ për germ. Atë raport që këte parlament e bën të paqen. Atë raport që për zgjedhjet, edhe atë frazë që përdornit ju, se thonë se ishin kompetitive. Ja u zhduk nga durët. Ligji është për zgjedhje kompetitive, kurse ju nuk i bëhet kompetitive, përkundrazi, thot. Përkundrazi. Institucionet e shtetit u shkrin në një me strukturat e partisë. Pra bëhet zgjedhje në kushte moniste. Pra nuk vjen ai këtu. Nuk vjen ai dot këtu. Nuk mund të vi. Nuk mund të vi këtu, sepse ai është autori i aneksimit dhe azjesimit parlamentit. Por vendet që aspirojnë antarësimin Bashkimin Evropian duhet të kenë në rol qendror parlamentin. Nuk vjen ai, e kërkojnë. E kërkojnë. Me interpelanca deputetët. Sepse ai qëndron në çdo akt të dosjes Balluku. Ja thaj pallosh i gjatë. Po të marrësh ato, i tha, mesazhet tua aty në dosje janë shumë më të shumta se të mia dhe më tegra. E pat Ballukun apo jo? Dje bërë edhe rolin e kryetarit tuaj. Do me ja marrë ati tjetër, po ja marrë sa doj ati. Po e filloj, fraksioni i Firit. Hajde mos i shkoni po doni. Po jo. Pra nuk vjen ai. A e pat raportin, se si thot parlamenti, është inexistent, po thuj, në funksionet e ti. A e pat çfarë thuhet për Ballukun, që e keni mbrojtur politikisht imunitetin e saj. A e pat, a e lexuat, o lubist, vëse të një kokën, pap gri kokën ta mbroni. Po keni vend apo jo, keni adhe, keni qytetar. Vjedhit e lubist, shkatrojnë për integrimin, thoni ju. Po lexojeni po doni. Zoti Berisha, ju lutem të ruaj me tikën, ju lutem. Po jep perspektivë kohës, jo. Të ruaj me tikën, ju lutem. Zonjë, mos e lviz kronometrin, se po i zhduk minutat, po se... Në qofë se ka një gjë që i bëni të gjitha ju, po i bëni. Pra dhaj kronometrin mos ma lviz, e pa ato zotëri, se çfarë thot për gjyqësorin, e lexuat apo jo? O të damkosur, nga kryetari juaj, e keni të gjithën nga Edi Rama, sepse është kryu me dusë Akshit. A e dini ju, t'ja u lexoj unë ju pak regjistrim në Geron Meshës, ku i thot, Linda i thot, jo e Akshit, Linda e Surrenit, i përcakton të gjitha tendrat. Po abi banka i Lindës, po të banka i Edi Ramës. A qa kujtoni ju? Se do të tolerojnë më tutje? Jo. Ju po qoni drejt blokimit procesit integrimit me këto qëndrime. Pra ndaj dhe një debat i thellë në parlament,
për një qëndrim tërësisht rregjistor, po ju s'jeni taft. Ju nuk jeni taft, sepse ju faktikisht jeni të gjithë sot në dorë të lubis. Në dorë të lubis, edhe ky që foli, edhe ky që doli. Ky është emërtesë e lubis. Edhe ata tjerë, emërtesë e lubis. Nxori dhe fraksionin e Firit, dhe tani prisni çdo gjë prej saj, por edhe një herë thirrja ime është ç'a po ndodh? Mos pranoni e ndërpreu. Pra, mos pranoni të shkelmoni procesin e integrimit. Lexojeni pak çfarë thot për Ballkanin e hapur. Çfarë thot për letrën e firmosur me Vučićin. Ai kuptuat ju që keni një argat Beogradit, kryetar qeveria ndaj dhe ai nuk vjen dot këtu. Nuk del dot këtu ai. Këtu nuk del dot. S'duon dot t'ja përplasin në fytyrë të gjitha ato që ka bërë dhe bën ndaj shqiptarëve. Lexojeni pak. Lexoni pak çfarë thot për Olta Xhaçkën, investitorin strategjik Olta Xhaçka. Ministrën që plaçkit 10.000 metra katror dhe futet kryetari i Bashkisë Burg, kurse ajo vazhdon në parlament. Faleminderit. Zoti